kërkuesi i ilmit, duhet me dëgju mirë. Kur dëgjosh ligjërat, dëgjoje mirë. Edhe dëgjoje çfarë? Dëgjoje për argument, dëgjoje për provë, dëgjoje për zemrën tënde, dëgjoje për me punu me ta. Sa njërin ligjërat, apo nders, apo në ilm, apo në libër, e gjen tjetrin. Çiki thot, çiki ajet, i rika kallop në kushjes tam. Edhe çiki hadith, me t'janë gjitë në ballë. Po me po kushjes mirat i net, po dhe ti ato të net tamam. Pse ti menon se ati kushjes mballë i rika kallop? A me ave çiki hadith. A o që çiki hadithi valla, a di e kam njanin, po e di në njanin. Ti edhe une, kujt e gjejtë Allah vetëm. Gjejmë në vetëm më një ajet. Në umitëm t'i qërtu të tjerët. Gjejmë vetëm, çiki ajet mu më rika, çiki hadith mu më rika. S'ka zbrit edhe zër Kur'ani për mu gjujt në me njëri tjetër me ta. Mu gjujt, çiki ajet, gjuja këtina. A keni po një që kanë bo Kur'ani? A dini që kanë bo Kur'ani? E kanë bo shigjet, e i morin ajetet edhe e ndreqin. Tak, e ujtise. Thot, lexoje, ta ku mbo status. Qa ki bo, Allah, qa i du dash me bo. Ku ki mu, ta menon se me fjallë të Zotit të kime lujta. Me fjallë të pejgamberit kime lujta. Fartadda ala atharihima qasasa. E kanë morë rrugën duke e lip peshkun. Ata s'janë të lip peshkun, po janë të lip çfarë? Janë të lip Khidrin. Andaj ti kur ti lexon, a i lip harfët amanat. Manat i lip. Ti kur ti lexon, harfët janë zeza, ama kuptimet janë me ngjyrë. Harfët, germat janë zeza, ama kuptimet janë me ngjyra. Apo fjalë e ka nizam, apo nizam e ki, ama kur ti bëjsh fjalë të ndryshme ka kuptime të ndryshme.